Zoti im ju bekoft në mënyrë madhështore sot. Një përshëndetje shumë e veçantë, me shumë përzemërsi për të gjithë personat, të gjithë vëllezërit, motrat, nga të gjitha kishat tona në vende të ndryshme, në më shumë se 60 shtete. Një përshëndetje për të gjithë personat për herë të parë në kishë dhe për personat e ri në kishë. Gjithashtu një përshëndetje për vëllezërit që janë këtu me mua në këtë ditë. Kështu që sado që të jetë ora të ku ju jeni, me këtë video, me këtë audio, në këtë mësim, ju përgatisni zemrën tuaj për Perëndin ton. Përgatituni për të besuar tek Ai dhe për ta kërkuar me gjithë zemrën, për t'ju bindur urdhërimeve të Tij, për të bërë veprat e Tij, mësimet e Tij, sepse kjo është gjëja më e mirë që mund të ketë çdo qenie njerëzore, në çdo vend të botës. Të kërkoj Perëndin, të kërkoj një qenie të mbinatyrshme, një qenie që ekziston në frymë dhe në të vërtetë. Një Perëndi në frymë, por që ashtu e ndjejmë dhe ne jetojmë përvojat e mrekullueshme me të. Prandaj unë i ftoj të gjithë personat që janë për herë të parë, ata që janë të rinj, ata që vetëm të dielave më shohin, unë ju ftoj që të mblidheni në kishë, në vendet e ndryshme ku ju jeni, në mënyrë që ju të keni përvojën me Perëndin. Dhe që Perëndia t'ju flas, që Perëndia t'ju flas nëpërmjet dhuntisë së profecisë, sepse Perëndia ka dhunti frymërore dhe ua jep besimtarëve të Tij që po ashtu ata të luten për njerëzit në mënyrë që gjithsecili të marrë një të mirë nga ana e Zotit. Kështu që kjo është ftesa për të gjithë ju. Dhe sot ne do të vazhdojmë të flasim dhe të tregojmë historinë e kishës së hershme. Si filloi kisha e hershme e Zotit Jezu Krisht. Si ishin fillimet e saj, apostujt e saj, profetët e saj, të gjitha përvojat e mira dhe të këqija që ata përjetuan, por Perëndia ishte me ta. Kjo ishte gjë më e rëndësishme, kështu që ju mund të uleni në vendet tuaja dhe me gjithë zemër, me zemër plot gëzim, me gjithë dëshirë, me shumë dëshirë, bëhemi gati për të hapur Biblën. Sot mund t'ju them se leximi është shumë i gjatë. Janë më shumë se 60 vargje që do të lexojmë, por unë e di se në ato vargje që do të lexojmë, dhe ju kërkoj falje nëse më merr më shumë kohë, por ne shfrytëzojmë ditën e diel për të gjetur kohë dhe për t'ia kushtuar Perëndisë. Kështu që më falni sepse me siguri do të marrë disa minuta më shumë, sepse kjo varet nga kapitujt që ka libri. Por me që unë dua të lexoj të gjithë vargjet e çdo kapitulli, prandaj për këtë arsye disa janë të shkurtër, disa janë shumë të gjatë, shumë të zgjeruar, prandaj marrni shumë kohë. Nuk do të flas shumë që të na dalë koha sot. Le të hapim Biblën në Veprat 6. Do të lexojmë librin e Veprave 6 dhe 7, kapitullin 6 dhe 7, dhe thot këtu në librin e Veprave 6, por në ato ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, ne po lexojmë historinë se si filloi kisha e Zotit ton Jezu Krisht me dishepujt e Tij të parë, 12 apostuj dhe më pas pjesa tjetër e njerëzve që u kthyen drejt Zotit, dhe nga aty pati dhe më shumë apostuj, më shumë dishepuj, më shumë profet. Pra thot, kur u shtua numri, u bë një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po liheshin pas dore në shërbesën e përditshme. Nuk e di se çfarë shpikën në atë kohë. Thuhet se gjithë njerëzit cilin ushqimin, të gjithë bënin donacionet, dhuratat,
dhe duhej të ndaheshin me njëherë të bëhej shpërndarja e gjithçkaje që sillnin, që njerëzit në nevojë të mund të kishin të gëzonin gjërat, pra thuhet se mungonin vullnetar për ta bërë këtë punë. Thuhet në vargun 2 atëherë të 12, pasi mblodhën numrin e madh të dishepujve, thanë, nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndisë, domethënë predikimin e ungjillit të Zotit, për të shërbyer në përtryeza dhe për të shërbyer njerëzve, duke shpërndar ushqim, duke shpërndar mirë, të gjitha këto gjëra që njerëzit po dhurojnë. Pra thonë jo. U thanë, prandaj vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë. Dëgjoni vëllezër, motra, dëgjoni ju persona që më dëgjoni, këtu nuk kërkohej cili do person për të bërë punën vullnetare, sepse vullnetarët janë ata që ofrohen falas për të ndihmuar, për të shërbyer, për të shpërndar, për të ndarë gjërat, dhe këtu thot 7 burra të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi, dhe unë shtoj edhe me dëshmi të mirë, të cilët do t'i vendosin në këtë detyrë në shpërndarjen e ushqimeve. Dhe në vargun 4, kurse ne do të qëndrojmë duke ju kushtuar lutjes dhe shërbesës së fjalës të ungjillit të Zotit. Ky propozim i pëlqeu gjithë shumicës dhe zgjodhen Stefanin, njëri plot besim, një nga ata 7 burra ishte Stefani, njëri plot besim dhe plot frymë të shenjtë, dhe gjithashtu zgjodhen Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën, një prozelit nga Antiokia. Thot, i paraqitën pastaj përpara apostujve, të cilët mbasi u lutën vunduart mbi ta. Ndërkaq fjala e Perëndisë po përhapej dhe numri i dishepujve shtohej fort në Jeruzalem, lavdi Perëndisë, dhe një numër i madh priftërinj i bindej besimit. Priftërinj judenj i bindeshin besimit, do me thënë të besuarit në Zotin Jezu Krisht, lavdi Perëndisë tonë, çfarë mrekullie unë imagjinoj se si ndodhen ato gjëra, dhe kjo më kujton këtu kur thuhet në vargun 7, se fjala e Perëndisë përhapej dhe shumë fishohej, sepse shumë besonin. Më kujtohet, para kaq shumë vitesh, nuk e di, gati 60 vite them unë, se në profecinë e parë, mesazhi i parë i frymës së shenjtë, kur Zoti na fliste dhe na thoshte, unë do të bëj nga kjo vath, nga ky grup i vogël një kishë të madhe, dhe vatha e vogël ishim 4 persona që po luteshim. Dhe tha, nga kjo vath e vogël, unë do të bëj një kishë të madhe, këtu në Kolumbi dhe në gjithë botën, në të gjitha shtetet, unë do të shfaqem dhe unë vetë do t'i sjell njerëzit, unë vetë do t'i kthej tek unë vetë do të bëj mrekullin, gjithë mrekullin dhe veprën në gjithë secilin, dhe unë vetë do t'i sjell të gjithë, dhe kisha do të jetë e madhe, do të ketë shumë njerëz, dhe shumë njerëz fliste Zoti. Unë mendoja se do të ishin 100 persona, për mua shumë persona ishin 100 persona, sepse duke qenë se ishim 4 persona, dhe unë jap lavdin Perëndisë sot vëllezër dhe motra, kur ne kur mbledhim disa kisha të një zone, kur i mbledhim të gjitha kishat aty në një stadium, dhe mblidhen 20.000 njerëz, 30.000 persona që mblidhen kur bëhet studimi biblik. Pra, është mrekullia e Perëndisë. Dhe nëse shkojmë për të vizituar kishat tona, ka kisha me numër të vogël, por ka edhe kisha të tjera ku janë 2.500, 3.000, ata që shkojnë në kish çdo ditë ose çdo javë, sepse çdo ditë hapen dyert që njerëzit të vinë për të përlëvduar Perëndin, por të dielën mblidhen njerëzit. Pra shohim se ka tempuj me 3.000 persona të dielave, dhe unë shoh përmbushje në fjalës së Perëndisë, sepse Perëndia është fuqi dhe Perëndia jeton dhe ai ekziston, dhe atë që flet e përmbush, Perëndia atë që e premton e përmbush. Ashtu si në vargun 7 këtu, rritej dhe shtohej numri i njerëzve, sepse ishte fuqia e Perëndisë. Fryma e shenjtë është përgjegjësi për të sjellë njerëzit në kish,
asnjë qenie njerëzore, me fuqinë e tij, me urtësinë e tij, me aftësitë që ka, nuk është në gjendje të bindë tjetrin, ta sjellë dhe t'i thotë qëndro këtu, askush nuk mund t'i bëj këto gjëra. Por fryma e shenjtë, po, është ai që e bën këtë mrekulli. Dhe kisha vjen, njerëzit vinë sepse fryma e shenjtë i sjell të gjithëve ju, fryma e shenjtë ju ka sjell në këtë vend. Ju nuk vini me detyrim, as vini sepse këtu po ndajmë ndonjë çmim ose ndonjë ushqim të veçantë, por ju vini sepse fryma e shenjtë ju ka bindur. Pra, lavdi Perëndis ton, sepse kjo është vepra që bën fryma e Zotit. Dhe ky është dallimi i madh që ne kemi me kishat e tjera të krishterë që thonë se janë të krishterë, dhe ata na pyesin se si është e mundur që në kishën e tyre ka kaq pak njerëz dhe pse në kishën tonë ka shumë njerëz, cila është formula. Por ata nuk e dinë se formula është fryma e shenjtë duke u shfaqur. Fryma e Perëndis duke bërë veprën, duke bërë mrekullinë, duke kthyer zemrat e Zotit dhe duke i sjell ata i bekuar qoftë Zoti. Mirë, lavdi Perëndis ton, dhe thot në vargun 8, dhe Stefani, plot besim dhe fuqi, bënte mrekulli dhe shenja të mëdha nëpër popull. Lavdi Perëndis ton, nuk mund ta imagjinojmë ne se si të ketë qenë madhështia e këtyre gjërave. Thuhet se Stefani ishte i mbushur me hir dhe me fuqinë e Perëndis, bënte mrekulli, bënte shenja, shërime, vinte duart, lutej për njerëzit dhe njerëzit shëroheshin. Njerëzit, ata që ishin shurdhër dëgjonin, ata që ishin të verbër shihnin, pra kishte kaq shumë nga këto mrekulli, nga kaq shumë shenja, kaq shumë sa që kjo ishte shfaqja madhështore e Perëndis, prandaj njerëzit vraponin aty ku ishin apostujt. Dhe thot në vargun 9, dhe disa nga sinagoga që quhej libertinëve, të kirenarëve, të Aleksandrive dhe atyre të Kilikis dhe të Azis, u ngritën që të grindeshin me Stefanin, por nuk mund t'i bënin ballë urtësisë dhe frymës me anë të cilës ai fliste, lavdi Zotit. Ata diskutonin bazuar në njohuritë e tyre, bazuar në retorikën e tyre, në përgatitjen intelektuale që kishin marrë në shkollat filozofike, por megjithatë Stefani i mbushur me frymën e shenjtë ishte Perëndia që i jepte fjalët që ai të mund të shprehej aty para atyre njerëzve. Dhe thuhet në vargun 11, atëherë nxitën disa njerëz që të thoshin: ne kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemie kundër Mojsiut dhe kundër Perëndis, do me thënë ngritën, vendosën dëshmitar të rrem që të shkonin, të dëshmonin para të mëdhenjve, para qeverisë, para qeveritarëve dhe akuzonin Stefanin për blasfemi. Dhe këtu në vargun 12 thot, dhe ngacmuan popullin, pleqt dhe skribët, dhe ju sulën, e kapën, të gjorin Stefan, dhe e quan të Sinedrin, dhe vun dëshmitar të rrem që thoshin: ky njeri nuk pushon së folur i fjalë blasfemie kundër këtij vendi të shenjtë dhe kundër ligjit të Mojsiut. E kemi dëgjuar në fakt duke thënë se ky Jezusi, Nazareasi, do ta prish këtë vend dhe do të ndryshojë zakonin që na ka dhënë Mojsiu. Këtu ata interpretonin këtë fjalë për fjalë në kuptim të parë literalisht, atë që Zoti po kishte thënë një herë: unë do ta shkatroj këtë tempull dhe në 3 ditë do ta rindërtoj përsëri. Por thuhet se ai po fliste për veten e tij, për tempullin e tij, që ai do të vdiste dhe do të ringjallej në ditën e 3. Por ata që kishin vesh materialist, që nuk kuptonin dhe nuk donin të besonin te Zoti, e interpretuan, e shtrembruan doktrinën, dhe për këtë arsye kur Stefani predikonte se Zoti do të ndryshonte gjërat dhe se do të vinte një epokë e re ose një metodë e re shpëtimi për njerëzit, sepse gjithçka që kishte ekzistuar tani më do të mbetej pas, ishte anulluar, atëherë ata interpretuan dhe thanë se po blasfemonte kundër Mojsiut dhe kundër ligjit. Këto ishin akuzat e rreme pra. Dhe në vargun 15 thot, dhe të gjithë ata që rrinin në Sinedër i ngulën syt në të dhe pan fytyrën e tij, por si fytyra e një engjëlli,
lavdi Zotit, sepse Perëndia ishte aty me të dhe Perëndia po e ndihmonte po ashtu Stefanin. Në kapitullin 7, tani do të hyjmë në kapitullin 7, ku vazhdon po e njëjta temë e Stefanit. Atëherë kryeprifti i tha, a janë këto gjëra pikërisht kështu, dhe ai tha, vëllezër dhe etër dëgjoni. Perëndia i lavdis, do me thënë këtu fillon Stefani të mbrohet përpara Sinedrit, këshillit përballë të cilit ai ishte në atë moment. Thot, Perëndia i lavdis ju shfaq atit ton Abraham, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran, dhe i tha, dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe shko në vendin që unë do të tregoj. Atëherë, ai doli nga vendi i Kaldeasve, këtu fillon Stefani të tregoj gjithçka që kishte ndodhur kur Perëndia i bëri thirrjen Abrahamit dhe patriarkëve në antikitet, në lashtësi. Ai fillon të tregoj për të mbrojtur në atë moment që ishte përpara qeveritarëve. Dhe thot kështu, thot në vargun 5. Dhe nuk i dha atij trashëgimi, jo, në vargun 4 thot, atëherë doli Abrahami, thot, doli Abrahami nga vendi i Kaldeasve dhe banoi në Haran, prej andej mbasi vdiqi ati, Perëndia zhvendosi në këtë tokë, në të cilën ju banoni tani, pra në tokën e Kanaanit. Dhe nuk i dha atij trashëgimi në atë tokë asa një hap këmbë, por i premtoi t'ia jap për pronë atij dhe pas ardhësve të tij pas tij, kur ai ende s'kishte fëmijë. Dhe Perëndia i tha kështu Abrahamit, pas ardhësit të tij do të jenë të huaj në një vend të huaj, dhe atje do të mbahen në sklavëri dhe do të keq trajtohen për 400 vjet. Kështu, këtu po flet për kohën kur Jakobi dhe familja e tij shkuan të jetonin në Egjipt, dhe atje populli qëndroi 430 vjet dhe ishin sklavër të egjiptianëve. Në vargun 7 thuhet, dhe kombin të cilin ata do t'i shërbejnë, unë do t'a gjykoj, tha Perëndia. Këtu Stefani po tregonte me radhë ato që Perëndia i kishte thënë Abrahamit se si kishin ndodhur gjërat. Dhe thuhet në vargun 7, dhe kombin të cilit ata do t'i shërbejnë, unë do t'a gjykoj, i tha Perëndia Abrahamit. Dhe pas kësaj ata do të dalin dhe do të më shërbejnë në këtë vend të quajtur toka e Kanaanit. Dhe i dha atij beslidhjen e rrethprerjes, sepse Perëndia, le të kujtojmë ne, këtu unë shtoj pak, le të kujtojmë se Perëndia i tha Abrahamit që të rrethpritej. Dhe ja mësoi këtë dhe ai e filloi pjesën e rrethprerjes, që ishte ajo beslidhje që Perëndia bëri me të dhe tha se çdo burr që do të rrethpritej do t'i shtohej popullit të Izraelit. Kështu që në vargun 8 thuhet, dhe i dha atij beslidhjen e rrethprerjes, dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu të 8 ditë, Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit 12 patriark. Patriarkët, duke pasur smir Jozefin, e shitën në Egjipt, dhe Perëndia ishte me të, me Jozefin. Le të kujtojmë historinë e Jozefit, birit të Jakobit, që vëllezërit e tij e shitën te disa tregtar dhe e çuan në Egjipt. Dhe Jozefi atje qëndroi në Egjipt dhe u bë i dyti nga rëndësia pas mbretit, sepse Perëndia i dha hir, e bekoi dhe për këtë arsye mbreti kishte besim tek Jozefi dhe atje ishte pothuajse si një qeveritar i dyti nga rëndësia pas mbretit. Dhe në këtë mënyrë populli i Izraelit u bekua. Pra, Jakobi me 12 bitë e tij Perëndia i bekoi kur shkuan në Egjipt, ishin sklavër dhe shërbenin, por gjithsesi kur nuk u mungoi ushqimi, dhe qëndruan atje 430 vjet, derisa Perëndia u kujtua për t'i nxjerrë. Këtë thot historia që po tregon këtu Stefani. Atëherë thuhet këtu se më pas, me që Perëndia ishte me Jozefin në vargun 10, dhe e shpëtoi Perëndia nga të gjitha mundimet e tij, dhe i dha hir e urtësi para faraonit, mbretit të Egjiptit, i cili e caktoi qeveritar të Egjiptit dhe të mbar shtëpisë së tij.
dëraj një zi buke dhe u bë një shtrëngesë në vendin e Egjiptit dhe të Kanaanit dhe etrit tanë nuk gjenin ushqime. Etrit tanë po i referohej Jakobit dhe 11 bijve të tij. Kur Jakobi e dëgjoi se në Egjipt kishte gruar dhe dërgoi atje herën e parë etrit tanë, pra bijtë e tij, bijët e Jakobit, dhe herën e dytë në vizitën e dytë që ata shkuan në Egjipt, thot, edhe herën e dytë Jozefi u njoh nga vëllezërit e tij dhe faraonit ju zbulua farefisnia e Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi ta thrisnin atin e tij Jakobin dhe të gjithë farefisin e tij, gjithsej 75 shpirtra, shihni familjen e Jakobit, 75 persona ishin familja e Jakobit me bijtë e tij kur shkuan në Egjipt. Dhe në vargun 15, Jakobi zbriti në Egjipt, ku vdiq ai dhe etri tanë. Ata pastaj u mbartën në Sikem dhe u vunë në varrin që Abrahami pati bler me çmim argjendi nga bijët e Emorit, atit të Sikemit. Por kur po afrohej koha e premtimit, tu Stefani thot, kur po afrohej koha e premtimit që Perëndia ishte betuar Abrahamit, populli u shtua dhe u shumua në Egjipt, derisa u ngrit një mbret tjetër që nuk e njihte Jozefin. Ky mbret i ri që u ngrit që nuk e njihte Jozefin, duke vepruar me ligësi kundër fisit ton, i keqtrajtoi etrit tan që t'i ekspozonin foshnjat e tyre që të mos mbeteshin gjallë. Në atë kohë, lindi Mojsiu dhe ishte i bukur në sytë e Perëndis. Ai u shqye për 3 muaj në shtëpinë e të atit. Këtu le të kujtojmë këtë histori të mrekullueshme, kur lindi Mojsiu dhe kur faraoni dha urdhrin në Egjipt që t'u merrej jeta të gjithë fëmijëve nën 2 vjeç, që të vdiste Mojsiu. Por Perëndia e mbrojti Mojsiun, bëri që Eoma ta çonte në lumin Nil dhe ta fshihte në një kanistër. Në këtë mënyrë Perëndia ishte atje me Mojsiun, përse? Sepse Perëndia i kishte bërë premtime Abrahamit, sepse Perëndia kishte bërë atë premtim të madh dhe ishte betuar për veten e tij, se pas ardhësit e Abrahamit do të ishin për jetë, se ai do të ishte ati shumë kombeve dhe pas ardhësit e tij do të ishin për jetë. Pas ardhësit e tij nuk do të kishin kur fund, duke ju referuar pas ardhësve të ardhmes atyre ditëve kur Zoti Jezu Krisht u shfaq dhe filloi të predikonte mbretërinë e qejve dhe filloi të formonte kishën e tij të mrekullueshme. Dhe këtu Stefani po bënte këtë tregim dhe po u fliste qeveritarëve atje në Sinder, duke ditur se ata shumë herë kishin lexuar librat e Mojsiut, por kur nuk nuk kishin kuptuar asgjë. Dhe këtu Stefani po tregonte ngjarje dhe Stefani mbushur me frymën e shenjtë po u thoshte Perëndia ishte i vëmendshëm për të përmbushur premtimin e tij. Mbreti i Egjiptit donte të vriste të gjithë fëmijët në 2 vjeç që të vdiste Mojsiu, por Perëndia nuk lejoi, sepse Perëndia është fuqi dhe kur Perëndia flet dhe kur Perëndia premton, ai përmbush. Çfarëdo që të ndodh, pavarësisht se çfarë ndodh, nuk ka fuqi njerëzore që mund të thotë jo planeve të Perëndisë tonë. Dhe thot këtu, në vargu 21, thuhet se lindi Mojsiu dhe se ishte i bukur në sytë e Perëndisë, por në vargu 21, dhe kur u ekspozua, e mori e bija e faraonit dhe e rriti për birë. Dhe Mojsiu u arsimua me gjithë urtësinë e egjiptasve dhe ishte i fuqishëm në fjalë e në vepra. Perëndia lejoi
që Mojsiu të rritej atje në pallat, mësoj ligjet e vendit dhe vetë besimin fetar. Vetë besimin fetar që ata ndiqnin, i dhujtarin, duhej edhe Mojsiu të ketë mësuar lidhur me këto çështje dhe ndoshta ndonjëherë edhe të nënshtrohej në ndonjë rast që të praktikonte të gjitha këto, sepse ai ishte atje, ishte biri i bijës së mbretit dhe ai jetonte atje në pallat. Pra, thuhet se Mojsiu ishte një burr shumë i fuqishëm në njohuri. Thot, ai ishte shumë i fuqishëm në fjalë dhe në vepra. Ai dinte dhe njihte shumë, kishte mësuar shumë, ishte shumë inteligjent, shumë intelektual. Perëndia dha të gjitha këto Mojsiut. Megjithatë ka disa vargje kur Perëndia i bëri thirrjen Mojsiut që t'i fliste mbretit, Mojsiu thot: "Jo, unë nuk jam njeri i gojës, unë nuk mund të flas, unë nuk di të flas." I tha Perëndis: "Mos më dërgo mua t'i flas mbretit sepse nuk mundem." Atëherë ne do të le të analizojmë se çfarë kuptimi kishte kur thuhet se Mojsiu ishte i fuqishëm në fjalët e tij. Dhe atje në vargun tjetër Mojsiu thot: "Zot, unë nuk di të flas, unë nuk mund të flas." Jo. Dhe Zotit ju desh të dërgonte Aronin që të fliste në vend të Mojsiut. Dikush thot: "Shikoni çfarë kontradikte, mos përputhje." Jo. Këtu kur thot se Mojsiu ishte i fuqishëm, kjo ishte sepse Perëndia ishte me të dhe e mbështeste në fjalët e tij, edhe nëse, siç thon njerëzit e interpretojnë. Njerëzit e interpretojnë, por unë nuk jam dakord me interpretimin që bëjnë njerëzit kur thonë se Mojsiu belbëzonte, i merrej goja. Nuk jam dakord me këtë. Unë besoj se ai si njeri, si qenie njerëzore, nuk dinte të shprehej. Nuk dinte të shprehej mirë përpara një personi të lartë, për shembull të shkonte përpara mbretit të fliste dhe ta binte atë. Kështu që kjo ishte ajo që mund t'i ketë thënë Mojsiu Zotit: "Unë nuk mund të flas, unë nuk di të flas, mua mos më dërgo atje, Zot." Kështu që këtu thot se ai ishte i fuqishëm në fjalë sepse fjala e Mojsiut ishte pa lëkundur sepse Perëndia ishte me të, fryma e shenjtë ishte me të, dhe për këtë arsye Perëndia e mbështeste, lavdi Zotit. Dhe në veprat e tij thot: "Por kur arriti në moshën 40 vjeçare, Mojsiu i lindi në zemër të këqyrtë vëllezërit e tij, bijtë e Izraelit." Këtu shohim se si Mojsiu, edhe pse jetoi dhe u rrit në pallat në Egjipt, në pallatin e egjiptianëve, në mes të idhujtarisë, në mes të paganizmit, në mes të mungesës së njohjes së gjërave të Perëndis, megjithatë Mojsiu në zemrën e tij kishte dashurinë për gjakun e tij, dashurinë për familjen e tij, për hebrejt, për familjen e tij, për prindrit e tij. Dhe me siguri ata ose e ëma e tij kishte mundur të mësonte Mojsiut se nga vinin ata, se kush ishin, çfarë kishte folur Perëndia më parë, sepse në atë kohë njohurit trashëgoheshin me tradita gojore, duke qenë se nuk ishin të shkruara, ato përcjelleshin vetëm me gojë, njëri i tregon historinë tjetrit dhe ky ja thot një tjetri dhe kështu me radhë, ishte traditë gojore. Mojsiu kishte dëgjuar se cili ishte fisi i tij, origjina e tij. Dhe prandaj thot se kur ai mbushi 40 vjeç, ndjeu dhe i lindi në zemër të vizitonte vëllezërit e tij, bijtë e Izraelit. Dhe kur paset dikujt po i bëhej një padrejtësi e mbrojti dhe a mori hakun të shtypurit duke vrarë egjiptasin. Pra ai mendonte se vëllezërit e tij do ta kuptonin se Perëndia do t'u jepte liri përmes dorës së tij, mirë po ata nuk e kishin kuptuar ashtu. Dhe të nesërmen u duk në mes tyre, ndërsa po ziheshin dhe kërkoi t'i paqtoj duke thënë: "O burra", u thoshte Mojsiu, sepse thuhet se pa që ata po ziheshin dhe kërkoi që t'i vendos në paqe, por ata ishin vetë hebrenj. Dhe Mojsiu ndërhyri dhe u tha: "O burra, ju jeni vëllezër,
pse ja bëni me të padrejt njëri tjetrit. Pra, ai që ja bënte me të padrejt të afërmit të vet e shtyu duke thënë, kush të ka vënë ty të parë dhe gjykatës mbi ne, do me thënë e përçmuan, e hodhën poshtë, këtë orientim, këtë këshill, këtë ndërhyrje për paqe, sepse ata nuk e dinin, nuk e kuptonin dhe as nuk e kishin kuptuar kurrë se Mojsiu ishte diçka familjare e afërt, ishte hebre. Ata nuk e kishin kuptuar këtë kështu. Dhe për këtë arsye e refuzuan dhe i thanë, kush ka vënë ty për të parë, kush ka vënë ty për gjykatës mbi ne, mos do ti të më vrasësh siç vrave dia të Egjiptasin. Ky ishte falënderimi, këto ishin fjalët falënderuese që i dhanë Mojsiut për faktin se kishte mbrojtur një hebre nga duart e egjiptianit. Atëherë ai i tha, mos do të më vrasësh siç vrave dia të Egjiptasin, dhe thot në vargun 29, për shkak të këtyre fjalëve Mojsiu u arratis menjëherë dhe banoi si i huaj në vendin e Madianit. Dhe atje në Madian shkoi të jetoj dhe atje formoi familjen, thot se i lindën 2 bija atje. Vargu 30, dhe si u mbushën 40 vjet, të gjitha këto që po lexoj ishin pjesë e tregimit të ngjarjeve që Stefani po u bënte qeveritarëve atje në Sinder. Si u mbushën 40 vjet ju shfaq në shkretëtirën e malit Sinai, ëngjëlli i Zotit ju shfaq kujt Mojsiut në flakën e zjarrit të një ferrishteje. Thuhet se kaluan 40 vjet. Pra Mojsiu jetoi aty 40 vjet, formoi familjen e tij, filloi të punonte atje me familjen e gruas së tij dhe asgjë nuk ndodhte, por erdhi dita në të cilën duhej të përmbushej fjala e Perëndisë, dita e përmbushjes së premtimit të Perëndisë, Zotit, kur ju shfaq Perëndia në një ferrishte në flakën e zjarrit, thot, dhe Mojsiu kur e pa u mrekullua për vegimin, po shihte një vegim, dhe kur po afrohej për të vërejtur, erdhi zëri i Zotit tek ai. I thoshte Zoti, unë jam Perëndia i etërve të tu, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Por Mojsiu që dridhej i tëri nuk guxonte të shikonte. Sa e bukur, sa e lavdishme kjo shfaqje e Perëndisë. Faleminderit Perëndisë ton, sepse ai është i fuqishëm dhe jeton, sepse është ai që na ka bërë krijuesi ynë, dhe duke qenë se ai jeton dhe ai premton, ai përmbush, dhe ai shfaqet. Dhe këtu shohim atë Perëndi të cilin ne sot gëzojmë, që është me ne dhe edhe pse jemi kthyer pas shumë vite në histori, megjithatë për Perëndin nuk ka kohë, nuk ekziston koha, për atë është njësoj dje, mira vjet më parë dhe sot, është një lloj për Perëndin ton. Dhe këtu thuhet se Mojsiu nuk guxonte të shikonte për të parë se nga dilte zëri, ai e dinte se dilte nga flaka e zjarrit, nga ferrishteja dilte zëri, dhe Mojsiu i thot, por Zoti i tha, hiqi sandalet nga këmbët e tua, sepse vendi ku ti qëndron është tokë e shenjtë. Zoti i tha Mojsiut, hiq sandalet nga këmbët e tua, bëj diçka. Dhe mos rri aty i paralizuar nga habia, ose nga ankthi apo nga frika. Mirë, nuk e dim se sa shumë gjëra ndjeu Mojsiu, por Perëndia i tha lëviz, hiqi sandalet. Unë e kam parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt. Mojsiu i flet Zotit, kam parë pikëllimin e popullit tim që është në Egjipt. Mojsiu e dinte shumë mirë situatën e familjes së tij në Egjipt.
Edhe pse Mojsiu ishte në pallat, nga aty ai po shikonte, vëzhgonte, dëgjonte dhe ishte i kujdesshëm për familjen e tij, për prejardhjen e tij. Tani më ishin shumë njerëz sepse ishin shumuar. Dhe ai thot, unë e kam parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova pëshërtimat e tyre dhe kam zbritur të shpëtoj. Tani pra eja do të dërgoj në Egjipt, Perëndia duke i folur Mojsiut. Perëndia duke i thënë Mojsiut se ai po i shihte pikëllimet dhe le të kujtojmë se Perëndia i tha Abrahamit, i tha se do të duhet të jetojnë atje në Egjipt si sklevër, pas ardhësit e tu për një periudhë kohe do të jetojnë në Egjipt si sklevër, i tha Abrahamit, dhe kështu ndodhi, sepse kur shkoi Jozefi në Egjipt, atëherë atje për shkak të urisë, ju desh që të lëviznin të shpërnguleshin në Egjipt, Jozefi me gjithë familjen e tij, dhe atje Mojsiu i shihte nga larg, ata shihte maman e tij që e rriti, sepse thuhet se mamaja e rriti. Atëherë ajo i nguliti Mojsiut, çdo gjë që kishte ndodhur i tregoi historitë me siguri. Por nga ana e tij Mojsiu duhej të nështrohej ligjeve të Egjiptit dhe madje vetë besimit fetar. Por këtu kur Perëndia i shfaqet Mojsiut në flak, në ferrishten, dhe Zoti i thot Mojsiut, hiq sandalet, ky vend ku ti po qëndron është i shenjtë, sepse bëhej fjalë për tokën e Kanaanit. Dhe atje në atë tokë, në tokën e Kanaanit, aty dolën, u formuan fiset kur ndahen dhe fillojnë fiset, fillon të formohet populli, territori me 12 fiset, ndarja e tokave, dhe në atë vend kur Perëndia zgjodhi Judën, dhe atje si kryeqytet është Jeruzalemi. Pra, po ai terren, po ai vend ku është, ku në një të ardhmen do të ishte Jeruzalemi, qyteti i Jeruzalemit, ku do të ndërtohej tempulli i Zotit. Dhe për këtë arsye Perëndia i thoshte Mojsiut që të hiqte sandalet, sepse ajo tokë që po shkelte ishte tokë e shenjtë, sepse Perëndia e kishte veçuar me një qëllim. Prandaj ishte tokë e shenjtë sepse Perëndia i kishte lënë më njanë, e kishte veçuar dhe ai kishte projektin e tij për të ardhmen, planin e tij se çfarë do të bënte aty në atë vend atje, të formonte qytetin e Jeruzalemit, dhe aty do të ishte tempulli, dhe kështu që atje populli do duhet të shkonte, të adhuronte dhe të lavdronte Perëndinë në tempull, dhe Perëndia shihte pikëllimin e popullit. Këtu në vargun 34, kur Perëndia i thot këtu Mojsiut, unë kam parë pikëllimin e popullit tim, pëshërtimat e tyre, dhe për këtë arsye, unë kam zbritur për t'i çliruar. Pas 430 vitesh, dhe më pas i thot Zoti Mojsiut, dhe unë do të dërgoj ty. Unë do të dërgoj ty sepse unë do t'i çliroj ata, do t'i shpëtoj, do t'i nxjerr nga Egjipti, dhe do t'i jesh ti ai që do duhet ta bësh këtë punë, këtë detyrë. Dhe në vargun 35 vazhdon të tregoj Stefani, thot, për këtë Mojsi, thot Stefani, për këtë Mojsi, të cilin e kishin refuzuar duke thënë, kush të vuri ty të parë dhe gjykatës, por atë u dërgoi Perëndia. Po përse e theksoi Stefani refuzimin? Sepse thot se Mojsiu po mbronte vëllezërit e tij hebrej në zënkën që patën, dhe ata thanë, kush të vuri ty si të parë? Ishin kaq mosmirnjohës sa nuk deshën të falenderonin Mojsiun për atë që po bënte. Dhe prandaj Stefani e theksoi atë varg. Ashtu si ata u treguan kaq mosmirnjohës, sa që nuk pranuan që Mojsiu t'i mbronte, ashtu sot është njësoj. Mund t'ju ketë thënë Stefani, sot është njësoj. Këta që po shpifin, që po thonë të gjitha këto që unë flas blasfemi kundër Mojsiut, kundër ligjit, këta
janë disa mosmirnjohës. Përse? Sepse kanë parë mrekullit, kanë parë shenjat që Perëndia ka bërë nëpërmjet nesh, mund t'ju ketë thënë Stefani. Dhe kjo ishte ajo që Stefani donte t'ju thoshte atyre, që shihnin mrekullit që Zoti bënte dhe atyre kur nuk ju interesuan këto, kur nuk patë rëndësi këto gjëra, përkundrazi, vunë dëshmitar të rrem për të dalë kundër shërbëtorëve të Perëndisë. Dhe për këtë arsye, po e lexoj përsëri vargun 35 kur Stefani thot për këtë Mojsi të cilin e kishin refuzuar, duke thënë kush të vuri ty si të parë dhe gjykatës, por ato u dërgoi Perëndia si kryetar dhe shpengimtar me dorën e engjëllit që ishte shfaqur në ferrishte. Ky i nxorri duke bërë mrekulli dhe shenja në tokën e Egjiptit, në detin e Kuq dhe në shkretëtir për 40 vjet. Stefani është duke ju kujtuar dhe duke u dëshmuar që Mojsiut Perëndia i kishte dhënë fuqi dhe mençuri, dituri, dhe ai ishte plot me Perëndinë, dhe për këtë arsye Perëndia kishte bërë shumë shenja në Egjipt, dhe gjithashtu shenja në detin e Kuq dhe në shkretëtir për 40 vjet. E gjithë kjo përmbledhje, ky tregim që Stefani po bënte, me siguri nuk shërbeu. Le të vazhdojmë të lexojmë sepse do të vëmë re se si ata ishin vetëm dëgjues, por as nuk ishin të aftë të pranonin. Përkundrazi, u treguan më shumë rebel dhe me zemër të ashpër, kokfort dhe të pabesë ndaj fjalës së vërtet të Zotit. Në vargun 37, ky është ai Mojsi që u tha bijve të Izraelit, Zoti Perëndia juaj do të ngrej për ju prej vëllezërve të tu një profet si unë, atë dëgjoni. Kjo është profeci në ligjin e Përtërir 18, vargjet 15 deri në 18, ky është kjo profeci kur Perëndia i foli Mojsiut dhe i tha se ai do të ngrinte në të ardhmen një profet si Mojsiu, do ta ngrinte Zoti prej vëllezërve të tij, dhe që atë profet të përsosur që ai do të ngrinte, do duhet ta dëgjonin të gjithë. Dhe për këtë arsye, vazhdon Stefani, duke theksuar dhe duke ju mësuar se ai po predikonte Jezusin e Nazaretit, kryepriftin, atë prift që Perëndia kishte dhënë në vend të Mojsiut. Dhe këtu vazhdojmë të lexojmë në vargun 38 dhe thot, ky është ai që në bashkësi në shkretëtir ishte me engjëllin që i fliste mbi malin Sinai dhe me etrit tan dhe mori fjalë të gjalla për të na i dhënë neve. Etrit tan nuk deshën. Stefani po thekson se ky Mojsiu, Jezusi Nazarenas, është ai Mojsi që ishte në bashkësi. Tu vargu 39, etrit tan nuk deshën t'i binden, thot të cilit ati prifti, ati profeti, etrit në lashtësi nuk deshën t'i binden. Dhe këtu thot të cilit etrit tan nuk deshën t'i binden Mojsiut, por e hodhën poshtë dhe me zemrat e tyre u kthyen në Egjipt. Kur i than Aronit, na bëj Perëndi që të na prijnë, sepse nuk dim që i ka ndodhur këtij Mojsiu që na nxori nga toka e Egjiptit. Sepse ndodhi që Mojsiu ishte atje në malin Sinai, qëndroi 40 ditë dhe 40 net duke folur me Perëndin, dhe prandaj populli mbeti vetëm ato ditë pa Mojsiun, dhe ata u dëshpëruan dhe i kërkuan Aronit që t'u bënte një viç, një perëndi për ta adhuruar, sepse Mojsiu ishte zhdukur, sepse ata nuk dinin asgjë për Mojsiun, dhe për këtë arsye shkuan pas idujtarisë duke adhuruar viçin që Aroni urdhëroi që të bëhej të
projektohej të shkrihej ai viç prej ari. Kështu që këtë ai Stefani vazhdon dhe ua tregon atyre për t'ua bërë të qartë gabimin që ata po bënin. Ai po mbrohej, por këtu vazhdon Stefani me tregimin e tij, vargu 41, dhe në ato ditë bën një viç, i ofruan flijim idhujt dhe u gëzuan në veprën e duarve të tyre. Atëherë Perëndia u tërhoq dhe i la t'i shërbejnë ushtrisë së qellit. Cila është ushtria e qellit? Thot se ushtria e qellit është dielli, hëna, yjet, shenjat e zodiakut, e horoskopit, që njerëzit quajnë ose që njerëzit kanë shpikur, ato që quajnë arusha e madhe apo nuk e di se çfarë tjetër që bëjnë figura me yjet, sepse e interpretojnë Biblën literalisht fjalë për fjalë dhe e shtrembrojnë fjalën e vërtetë të Perëndis, kuptimin e vërtet. Planetet nuk i shohin dot qeniet njerëzore, në të kundërt do t'i kishin bërë altar ndonjë planeti. Por ju bëjnë altare dhe adhurojnë ato gjëra që shihen. Dhe këto gjëra që janë lart në qiell, ato që shohim lart në hapësirë që e quajmë qiell, kjo është ushtria e qiellit. Për të mos folur për shiun, sepse edhe për shiun ka një perëndi që është perëndia e shiut, perëndia e bubullimës, perëndia e borës, perëndia e ajrit, i erave, për çdo gjë ka një perëndi që e kanë shpikur njerëzimi, djalli ndihmoi njerëzimin që të shpikte të gjithë këta perëndi dhe të gjithë ata perëndi quhen ushtria e qellit. Dhe e lexoj sërish vargun 42, atëherë Perëndia u tërhoq dhe i la t'i shërbejnë ushtrisë së qellit. Perëndia u largua nga populli i Izraelit dhe ja la t'i shërbejnë ushtrisë së qellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve. Në librin e profetëve thot se në librin e Amosit për shembull është shkruar si më poshtë. Zoti thot: "O shtëpi e Izraelit, a më keni kushtuar mua vallë, flijime dhe holokauste këto 40 vjet në shkretëtirë? Kur më keni ofruar? Përkundrazi, nuk më bët asgjë, por çfarë bët? Apo më shumë bartët çadrin e Molokut, një perëndi pagan, një perëndi, një idhull, dhe yllin e perëndisë suaj Remfan, imazhe që i bët vetë për t'i adhuruar, dhe për këtë arsye do t'ju shpërngul përtej Babilonisë si ndëshkim." Këtë e profetizoi Zoti me gojën e profetit Amos. Sepse të gjithë këto ndëshkime Perëndia do t'i jepte, do t'i bënte, sepse kjo ishte ajo që populli bëri. Dhe kjo është ajo që Stefani po u kujtonte atyre kryepriftërinjve, qeveritarëve që ishin atje që do ta gjykonin, që do ta dënonin, dhe ai po mbrohej duke ju mësuar së pari doktrinën, fjalën e Perëndisë, duke ju kujtuar veprimet e këqija që ata kishin bërë dhe që po bënin po ashtu në atë moment, dhe gjithçka të keqe që do të bënin sepse do të dënonin një të pafajshëm. Por ata u kthyhen vetëm në dëgjues, u kufizuan këtu vetëm që të dëgjonin. Por ne po kënaqemi në këtë histori sepse po njohim më shumë Perëndin. Po shohim se Perëndia është i mëshirshëm dhe se Perëndia e do atë person që respekton dhe e vlerëson dhe që po ashtu e do me gjithë zemër dhe që e kërkon dhe që i bindet dhe që beson tek ai. Ai është i mëshirshëm me këta njerëz. Për këtë arsye ne duhet të mësojmë rrugën e Zotit. Le të mësojmë rrugën e Perëndisë dhe ta ndjekim për të qenë të lumtur, sepse Perëndia jep lumturinë.
Diku atje thon njerëzit, thot një shprehje, një fjalë e urtë në botë, thot mos e kërko lumturinë sepse nuk ekziston dhe kanë të drejtë. Si do të kërkohet lumturia kur nuk ekziston? Lumturinë e jep më i larti, krijuesi, Perëndia, ai është ai që jep lumturinë, i bekuar qoftë Zoti. Atëherë vazhdojmë këtu me tregimin e Stefanit. Thot, etrit tuaj në shkretëtir kishin tabernakullin e dëshmisë, por do doja që ju të mos e harroni. Vargun 42 kur thot se Perëndia u tërhoq nga populli i tij, nga njerëzit e tij u largua, u zemrua sepse ata filluan të shërbejnë ushtrisë së qejve, hënës, yjeve, bubullimeve, shiut, borës e të tjerë, pemët, liçenet, detet, ujë, lumenjt e të tjerë, të gjitha këto, ushtria e qejve. Dhe le të kemi kujdes ne sot, sepse ne këtu njerëzit nuk jemi larg, bota nuk është larg nga të bërit të njëjtën gjë. Ka shumë popull, ka shumë vende ku njerëzit nuk jetojnë vetëse me duke bërë magji, me shtrigëri, me besime duke thirrur të vdekurit, duke thirrur vdekjen, duke adhuruar vdekjen, duke nderuar vdekjen, duke nderuar djallin, duke i shërbyer djallit, madje edhe një besim fetar që adhuron djallin tani më ekziston. Kështu që në ç'të gjendje është njerëzimi, më mirë apo më keq se populli i Izraelit në lashtësi, se ky popull i lashtësisë, i së kaluarës, nuk mund të themi nëse më mirë apo më keq. Unë mund të them se nëse vjen në një peshore janë njësoj, bota kështu është, bota pa njohur Perëndinë e vërtet, pa e njohur atë, bota që nuk beson tek ai, që nuk e kërkon. Por ne po japim dëshmi se ai ekziston dhe që shfaqet, dhe se ai na bën të lumtur, dhe se ai jeton, dhe se atë duhet ta adhurojmë, duhet ta duam, dhe se ai na hap dyer bekimi kudo që t'jemi. Këtë ne po mund ta dëshmojmë dhe kemi parë mrekulli dhe shenja jo vetëm në këtë kohë, kur ishte Stefani atje, duke bërë mrekulli dhe duke predikuar ungjillin, por edhe ne sot shohim dorën e Perëndisë me ne, lavdi Zotit. Kështu që vazhdojmë historinë tonë. Etrit tuaj në shkretëtir kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati thënë Mojsiu ta bëj sipas modelit që kishte parë. Le të kujtojmë që Perëndia i tha Mojsiu të bënte një tabernakull që populli të shkonte të adhuronte Perëndin ton, dhe Mojsiu e bëri tabernakullin. 45. Dhe etrit tan, pasi e morën, do me thënë tabernakullin, kur u bë gati, kur u ndërtua, u projektua, u ngrit, mbajtën me Jozeun në vendin që e kishin pushtuar paganët, të cilët Perëndia i dëboi përpara etërve tan dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit. Ktu po tregon që bën atë tabernakull dhe që kur populli arriti te Jordani, tek lumi Jordan, atje lumi Jordan u hap dhe ata kaluan në këmbë, kaluan dhe arritën në tokën e Kanaanit, jo më nga dora e Mojsiut, sepse Mojsiu kishte vdekur, por nga dora e Jozeut, dhe ata arritën dhe hyjnë në tokën e Kanaanit me tabernakullin dhe atje në një vend të caktuar e ruajtën tabernakullin e Zotit, që kishte funksionuar për 40 vjet në shkretëtir. Kjo është ajo që Stefani po tregon në vargun 45, 46, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi që të mund të bënte një banesë për Perëndinë e Jakobit. Ktu po flet tani më për Davidin, që kur ishte mbreti David, Davidi tha se ai donte të ndërtonte një tempull për Perëndin ton, sepse në gjithë vitet që kishin kaluar, tempulli i Zotit ishte një tabernakull që lëvizte ose zhvendose nga një vend në tjetrin. Dhe Davidi tha, nuk është e drejtë
që tabernakulli të jetë nga një vend në tjetrin që të lëvizet, të zhvendoset, ai duhet të ketë vendin e tij, një vend specifik. Dhe aty Davidi donte të ndërtonte një tempull fizik që të ishte në një vend, dhe Perëndia tha që ai nuk do mund ta bënte, por Salomoni, djali i tij. Atëherë këtu në vargun 46 thot, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi që të mund të bënte një banesë për Perëndinë e Jakobit, domethënë Davidi, por Salomoni i ndërtoi atij një shtëpi, atë tempull, atë pallat. 48. Por më i larti nuk banon në tempull të ndërtuar nga dora, sikur se thot profeti. Profeti Isaias, në kapitullin 66 të Isaias, thot, qelli është froni im dhe toka stoli i këmbëve të mia, çfarë shtëpie do të më ndërtonit ju, thot Zoti, ose cili do të ishte vendi prejes time, a nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? Prandaj thot se edhe pse Salomoni ishte ai që i bëri tempullin, megjithatë ata e dinin që Perëndia kishte thënë që në tokë askush nuk do mund t'i ndërtonte një tempull fizik, se Perëndia nuk mund të banonte me njerëzit fizikisht në tokë, sepse ai tha se froni i tij ishte në qell dhe se toka ishte vetëm për të vënë këmbët e tij. Kështu që Perëndia u tha, çfarë shtëpie do të më ndërtoni? Jo, nuk do të më ndërtoni asnjë shtëpi, sepse shtëpia që unë dua është shpirtërore. Dhe shtëpia që unë dua, thoshte Zoti, do ta ndërtoj Jezu Krishti i Nazaretit dhe do të jetë një tempull shpirtëror ku zemra e birit të Perëndisë ose e bijës së Perëndisë, besimtarit që kërkon dhe që do Perëndin, që zbaton urdhërimet e tij, ai person është i denjë në zemrën e këtyre njerëzve, aty është tempulli i Perëndisë. Kështu që ne aspirojmë, synojmë të jemi tempulli i Perëndisë tonë. Dhe thot Stefani, ndërkohë që u thot këtë, u thot o qafort, u flet ashpër Stefani, u predikon ashpër tani më, u thot ju jeni qafort dhe me zemër e vesh të parrethprer, sepse keni bërë një rrethprerje fizike, por në zemër nuk keni asgjë nga Perëndia. Dhe prandaj u thot ju jeni me zemër e vesh të parrethprer. Ju gjithnjë e kundërshtoni frymën e shenjtë, si etrit tuaj, thot, ashtu po bëni edhe ju, cilin nga profetët nuk e përndoqën etrit tuaj. Ata i vran edhe ata që paralajmëronin ardhjen e të drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. Këtu tani më Stefani, plot me frymën e shenjtë, po u thot se ata po vepronin njësoj ose më keq se ata të kaluarës, dhe se ishin bërë vrasës dhe tradhtar të së pafajshmit. Dhe thot 53-shi, ju që e morët ligjin të porositur nga engjëjt dhe nuk e keni ruajtur. Kur thot se ata e morën ligjin të porositur nga engjëjt, po i referohet kohës kur Perëndia i foli Abrahamit përmes 3 personave që arritën 3 engjëjt në shtëpinë e Abrahamit, dhe atje Perëndia i foli dhe i tha, do të bëhesh ati shumë kombeve, largo nga vendi yt, shko në një vend që unë do të tregoj. Kjo ishte ajo që ndodhi dhe prandaj ai këtu thot se atë ligj e kishin marrë të porositur nga engjëjt, thot kur i dëgjuan këto fjalë, tu tani po arrim në momentin kur Stefani do të gjykohet. Atëherë Stefani po u thoshte të vërtetën dhe po u thoshte, ju jeni më të këqij se ata të skaluarës së antikitetit, bëhet gjëra më të këqija. Ju gjithmonë, duke mos u bindur Perëndisë, dolët nga parametrat. Dhe kur u thot këtë, atëherë thuhet në vargun 54 që të gjithë u zemruan. Thot ata u therën në zemër të tyre dhe kërcëlluan dhëmbët kundër tij, por ai plot frymë të shenjtë i nguli syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë, i bekuar qoftë Zoti. Perëndia si e shpërbleu Stefanin, pa lavdinë e Perëndisë dhe pa Jezusin duke i qëndruar në të djathtë atit të Perëndisë. Thot dhe tha, ja unë shoh qejt e hapur dhe birin e njeriut duke qëndruar në anën e të djathtë të Perëndisë, bekuar qoftë Zoti. Sigurisht,
Ai po shihte Perëndin dhe për këtë arsye ai nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte aty në Sinedër, por atëherë thot se armiqtë e tij dhe të gjithë ata që po e gjykonin, thot, por ata duke lëshuar britma të forta, i zun veshët dhe të gjithë në një mendje të vetme u sulën mbi të kundër të Gjorit Stefan, i Gjor themun por për mishin e tij, për fizikun e tij, sepse me të vërtet fryma, shpirti dhe gjithçka e Stefanit ishte me Perëndin në atë moment. Dhe si e nxorrën jashtë qytetit e vranë me gur, dhe dëshmitarët i vunë rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul, kështu e vranë me gur Stefanin, që i thriste Jezusit duke thënë: Zoti Jezus, pranoje frymën tim, sepse ai po shihte Zotin Jezus, lavdi Zotit, dhe si ra në gjunjë, unë besoj se ai as nuk e ndjeu dhimbjen fizike të gjithë atyre gurve që i binin në trupin e tij që e shkatruan. Ai nuk e ndjeu këtë sepse ishte plot me frymën e shenjtë duke parë Zotin të ulur atje mbi fron, kështu që kushdo mund të ndjente dhimbje fizike, askush. Unë mendoj se ai nuk e ndjeu këtë sepse ishte i mahnitur duke parë Zotin. Dhe si ra në gjunjë, thirrri me zë të lartë: O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Shiko, nuk kishte madje as dhimbje sepse i tha mos u angarko atyre këtë, dhe si tha këtë, fjeti ose vdiq, pra fjeti mishi i tij, por ai ishte i lumtur në Zot, sepse Perëndia ishte aty me të, e forcoi, Perëndia lejoi që ai të vdiste, sepse kështu e kishte thënë Zoti. Ai tani më ua kishte thënë këta apostujve, u kishte thënë: ju do të jeni të ekspozuar ndaj vdekjes, ndaj përndjekjeve, do t'ju kërkojnë që t'ju vrasin, që t'ju marrin jetën, por mos u shqetësoni sepse shpërblimi juaj është në qell. Dhe shpërblimi është shumë i madh në qell. Dhe atje në qell ju do ta keni atë. Atje ju do ta gëzoni dhe do ta shijoni. Por u tha, por mos u shqetësoni, sepse në atë moment të vështirë të jetës, Zoti do të ishte me ta. Dhe kështu ndodhi. Zoti ishte aty me Stefanin. Zoti nuk lejoi që ai të ndjente asnjë dhimbje, asnjë vuajtje. Ndoshta ju dhembi më shumë atyre që po e shihni, por ky është Perëndia ynë. Ky është Perëndia ynë i fuqishëm, ai që vendos, që urdhëron, përgatit gjërat, dhe askush nuk mund ta pengoj ose të thotë: jo Zot, nuk dua ta bëj, nuk dua të jem, nuk dua. Por të themi: Zot, ja ku jam, bëj vullnetin tënd Zot, çdo gjë që t'jetë për nderin dhe lavdin tënde, por këtu shohim se sa e vështirë, se sa të vështira ishin fillimet e predikimit të ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Sot ne jetojmë në një botë, në një kohë shumë ndryshe, qeveri, teknologji, shkencë, shumë ndryshime, shumë ligje. Sot ka shumë ligje, ka shumë gjëra. Sot edhe ne përndiqemi nga armiku, por në një mënyrë ndryshe. Sot armiku nuk na kërkon që të na marrë jetën nga që predikojmë. Jo, armiku tani nuk na kërkon të na marrë jetën sepse predikojmë ungjillin e Zotit, por armiku na përndjek në një formë tjetër, ndryshe. Ai tani nuk shqetësohet për këtë, për çfarë? Përse të shkoj t'i përndjek ashtu, për këtë gjë kur tani të gjithë bota, gjithë kombet, qytetet, popujt pranojnë besimin fetar, e respektojnë, duhet respektuar kjo, pra ka një liri fetare. Kështu që unë do t'i përndjek sot në një mënyrë tjetër, këtë thot armiku. Do t'i përndjek ata që kërkojnë Perëndin. Unë do t'ju bëj të këqija në mënyra të tjera, por ndodh që për të gjitha të këqijat që ai shpik kundër nesh, Perëndia është me ne dhe na ruan dhe na mbron dhe na i lehtëson të gjitha vuajtjet dhe na ndihmon të vazhdojmë të ecim përpara, kështu që mos u shqetësoni ju për leximin që bën për Stefanin, sepse Stefani ishte atje me Perëndin, ishte tani më me Perëndin. Këto ndodhen në fillimin e ungjillit të Krishtit, sot ndodhin gjëra të tjera, të ndryshme. Por gjithsesi, gjithmonë do ta kemi armikun aty kundër nesh,
por lutjet, Zoti na ka mësuar se me lutjet ne do të triumfojmë, fitojmë, thuhet se lutja e të drejtit ka shumë fuqi. Kështu që lutjet tona do t'jenë ato që do të na shpëtojnë sot nga çdo gjë e keqe që armiku mund të na bëj ose do të na bëj, çdo dëm, çdo të keqe. Mos u shqetësoni, mos jini në ankth. Ju lexoni Biblën, thërrisni Perëndin, besoni tek ai, duajeni dhe do të shihni se si Perëndia ka kaq shumë bekime për ju. Perëndia do të ketë gjithmonë dyer të hapura për ju. Ju ftoj të vazhdojmë të ecim përpara, do t'i lutemi Perëndis ton dhe do t'i kërkojmë po ashtu Perëndis për sëmundjet dhe t'i kërkojmë Perëndis të na çliroj po ashtu që të çliroj njerëzit nga magjit, nga mallkimet dhe që Zoti të ketë mëshirë për të gjithë ne dhe që Perëndia të ketë mëshirë edhe për ju po ashtu. I bekuar Perëndi Ati i Shenjtë, Perëndia ynë, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, Jakobit, Perëndia i Mojsiut, Perëndia ynë i fuqishëm që i mësove Mojsiut ligjet e tua, Zot. Ligjet e tua ja dhe Mojsiut. Dhe ti ja mësove atij që ai të na mësonte ne. Dhe aty kanë mbetur shkrimet, kanë mbetur përvojat, rrëfimet, historitë, se si jetoi populli, njerëzit që nga fillimi, se si ishte i vështirë fillimi i predikimit të Ungjillit, por faleminderit Zot sepse në ditët e sotme ne nuk kemi pse të kemi frikë nga ajo lloj përndjekjeje, sepse ti tani më na ke ndihmuar në botë, ke ndihmuar përmes qeverive për të vendosur rregulla dhe ligje dhe për të respektuar dhe që të gjithë të kemi të drejta dhe të gjitha këto i ke bërë në gjithë botën, Zot, pa e kuptuar njerëzit. Dhe çdo gjë ti e ke bërë për të na kujdesur, për të na mbrojtur dhe që ne të mund të jetojmë jetën, të gëzojmë jetën, të jetojmë, të ecim, të shkojmë, të dalim, të udhtojmë, të ecim kudo me liri, pa pasur frikë, ndruajtje që do të na përdjekin për të na marrë jetën, sepse kjo gjë nuk ekziston më sot. Zot, fal teje. Faleminderit Zot, sepse ndërsa kalon koha ti rregullon të gjitha gjërat për të mirën e shumë njerëzve, për të mirën e të gjithë atyre që e duan emrin tënd, fjalën tënde, rrugët e tua dhe që të ndjekin, që duan të bëjnë vullnetin tënd. Na ndihmo Zot që të ndjekim rrugën tënde dhe të bëjmë vullnetin tënd, të të pëlqejmë ty në çdo gjë, të zbatojmë urdhërimet e tua. Faleminderit Ati i Shenjtë. Në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, të japim nderin, lavdin dhe përlëvdimin. Dhe të kërkojmë Zot që të na mbushësh me fuqinë tënde, me frymën e shenjtë, me dhuntit e çmuara, që të dërgosh fuqinë nga lart dhe që të gjithë të jemi të veshur me fuqi nga lart. Lavdi Perëndis. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego
lavdi Perëndis ton, falemderit Zotit, falemderit shumë të gjithëve ju, Zoti im ju bekoft, një përqathim të fortë, puthje për fëmijët dhe Perëndia qoftë me ju, falemderit. Falemderit, falemderit, falemderit edhe ju vëllezër, Zoti im ju bekoft.